ashtu si një aktor që përpiqet të luajë një rol bindës në skenë, duke u shtirur se është dikush që nuk është në të vërtetë, ashtu është edhe një hipokrit. Jezusi tha, mos e dëgjoni ata, mos e dëgjoni ata. Vetëm kur përqendrimi ynë është te Perëndia triun, ne mund të shmangim kurthet e hipokritëve. Vras mendjen, nëse keni menduar ndonjëherë për kuptimin e fjalës i sinqert. Në epokat e errta kur njerëzit shkruanin letra, përpara emaileve, letrat i mbyllnim me sinqerisht i juaj. Ne me anë të kësaj sigurisht e kemi fjalën për çiltërsinë, ndershmërinë, për atë që është e vërtetë, ose nënkuptojmë se jemi pa hipokrizi, apo jo. Fjala i sinqert rrjedh nga dy fjalë latine. Sine që do të thot pa, cera që ka kuptimin dyll. Pra, ky është kuptimi i vërtet, kur ne themi i sinqert, nënkuptojmë pa dyll. Por kjo ka nevojë për një shpjegim. Çfarë do të thot pa dyll? Në kohën e perandorisë romake, mermeri ishte shumë i njohur dhe është një gur vërtet shumë i bukur edhe sot, sigurisht. Por në atë kohë, rasa të mëdha mermeri nxireshin nga toka dhe zanatçint mjeshtra e shndërronin atë në kolona apo statuja apo vazo në gjëra të bukura. Dhe ndonjëherë, nëse mermeri nuk ishte i cilësisë së mirë, mund të krijonte ndonjë plasaritje dhe kështu bëhej i padobishëm, nuk kishte asnjë vlerë. Për të shmangur humbjen e fitimeve, disa zanatçin të paskrupullt bënin diçka me këto plasaritje. Ata i mbushnin me dyll dhe pastaj i lëmonin dhe i lustronin për t'i bërë me shkëlqim dhe i shisnin si mermer pa të meta. Për fat të keq, me kalimin e kohës, dyllit të kurrej dhe mermeri ndahej. Dhe blerësi i pafat e kuptonte që kishte bler një copë të pavler mermeri. Me kalimin e kohës, blerësit u bën më të zgjuar ndaj këtij biznesi të paskrupullt. Dhe prandaj kur ata blinin mermer, ata kërkonin një siguri nga shitësi që produkti ishte i vërtetë. Një mermer i pastër, pa të meta të fshehura, apo cene të tjera, dhe që nuk ishte i mbushur me dyll. Apo sine cera, pa dyll. Tani e dini që duken vogëlsira, por do t'u ndihmojnë që të kuptoni mesazhin sot. Thash sot sepse arsyeja sepse hipokrizia dhe ne sot jemi duke notuar në hipokrizi, është sepse e vërteta absolute është larguar nga kultura jonë. Dhe sa herë që e vërteta absolute e Perëndis nuk ekziston më mes nesh, vendin e saj e zë hipokrizia. Fjala hipokrizi vjen nga fjala greke hipokrites. Hipokrites përdorej më së shumti për të përshkruar aktorët, ata nuk i quanin aktor, por i quanin hipokrites. Pse? Sepse aktorët luajnë një personazh që nuk është ai që ata janë. Ata luajnë një rol. Dhe deri më sot është e njëjta gjë. Aktorët nuk shprehin atë që janë në të vërtetë, pra veten e tyre, por luajnë rolin e personazhit që ata kanë, nuk janë ashtu në të vërtetë. Më vonë, fjala hipokrites filloi të përdorej vetëm me konotacionin negativ. Nuk ka qenë kështu, por ajo në fakt shpreh natyrën e mashtrimit, ose ajo shpreh natyrën e vet mashtruesit. Ashtu si një aktor që përpiqet të luajë një rol bindës që i është caktuar në skenë,
duke ushtirur sikur është dikush që nuk është në të vërtetë. Kështu është edhe një hipokrit. Te Mateu 23:15 Jezusi I quan ata bij të ferrit. Ata jo vetëm që janë njerëz të shtirur dhe që shtiren sikur janë njerëzit që nuk janë në të vërtetë, por qëllimi I tyre është që të mashtrojnë dhe unë e besoj me gjithë zemër se gjykimi I tyre do të jetë shumë I tmerrshëm. Kuptoni që ata përpiqen të ndëshkojnë të tjerët që nuk bien dakord me ta në mënyrë që vëmendja të bjerë mbi të tjerët dhe jo mbi ta, mbi mjerimin e tyre. Ata vetë ndihen superior. Ata e mendojnë veten e tyre si elita dhe janë shumë përçmues nga natyra e mashtrimit, nga natyra e hipokrizisë së tyre. Tek 1 Korintasve 15:33 Pali thot shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Ju brezi I ri, nëse po më ndiqni, ju të rinj që ndodheni këtu, keni shumë kujdes, ruajeni në zemër këtë. Shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Mos mendoni, po nuk mund të më bëjnë keq, do të qëndroj më njan, po të them se do të bëhem pjesë e tyre për këtë gjë, por nuk do të bëhem për këtë gjë tjetër. Shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Mbajeni mend këtë. Ju lutem le të shohim bashkë tek teksti. Luka kapitulli 12, duke filluar nga vargu 1. Kemi 3 gjëra të panegociueshme. 3 çfarë? Gjëra të panegociueshme. Këto do t'ju ruajnë nga katastrofa e përjetshme e të qenit hipokrit. Këto do t'ju ruajnë që të mos ndikoheni nga hipokritët. Ja se cilat janë. Nderoni atin, nderoni birin, nderoni frymën e shenjtë. Vetëm kur përqendrimi ynë është Perëndia Triun, Perëndia Atë, Perëndia Bir dhe Perëndia Frymë e Shenjtë, një Perëndi vetëm. Vetëm kur ne përqendrohemi te Perëndia Triun, ne mund të shmangim kurthet e të qenit në ndikimin e mësuesve të rrem. Tani, pse është kaq e rëndësishme kjo? Më dëgjoni me kujdes. Sepse është shumë e lehtë të ndikohesh nga hipokritët. Mund të pyesni, po pse është e lehtë? Pse është e lehtë? Do t'ju tregoj arsyeën, sepse e kam provuar vetë dhe e di se për çfarë po flas. Sepse këta hipokrit prezantojnë argumente që janë joshëse për mishin, janë joshëse për natyrën tonë të rënë. Ata I prezantojnë pikpamjet e tyre për të na ndihmuar të shmangim konfliktet me botën. Ata I prezantojnë pikpamjet e tyre në një mënyrë të tillë që të mund të shmangin sulmet nga bota e keqe. Thjesht bëj këtë, thjesht thuaj këtë, thjesht beso këtë, thjesht përdor këtë zhargon dhe do të jesh popullor. Kështu është? Jezusi tha, mos e dëgjoni ata. Mos I dëgjoni ata. Mos e lejoni barin e tyre të keq, helmues dhe të dëmshëm të futet në psikikën tuaj. Mos e lejoni këtë maja të keqe të brumoset në mendimet tuaja dhe në jetën tuaj. Në vend të kësaj përqendrohuni te Perëndia Triun. Përqendrohuni për ta nderuar, për ta adhuruar, për ta admiruar dhe për t'ju bindur fjalës së Perëndisë. Në vend që ti citoni ata, më vjen pështirë dhe lodhem nga njerëz që citojnë ndonjë pastor. Mos I citoni ata. Mos më thoni se çfarë thot dikush, citoni shkrimin. Citoni vetëm atë që ka thënë fjala e Perëndisë. Sepse këta të tre, që janë një Perëndi, janë një zinxhir I bashkuar dëshmie për njëri tjetrin. Ati dëshmon për birin dhe biri zbulon atin dhe ati e do dhe jep lavdi birit, kurse fryma e shenjtë është përfaqësuesi I Perëndisë Triun dhe qëllimi I tij është që t'i jap lavdi atit dhe birit. Vargu 3. Prandaj të gjitha ato që thatë në terr do të dëgjohen në dritë, dhe ato që përshpëritet në vesh në rromat e brendshme do të shpallen nga çatit e shtëpive. Tani më duhet që t'ju shpjegoj një zakon të lindjes së mesme. Është shumë I rëndësishëm.
E dini, në atë kohë, magazinat ku mbaheshin gjërat me vlerë, ku mbaheshin gjërat e çmuara për njerëzit, nuk ishin garazhet, sepse hajdutët mund të futeshin shumë lehtë aty. Vendi ku mbaheshin gjërat e çmuara nuk ishin as dhomat përpara. Jo. Njerëzit ndërtonin një dhomë brenda shtëpisë, në mes të shtëpisë, sepse hajdutit do t'i duhej që të kalonte shumë dhoma para se të arrinte aty. Ishte në mes të shtëpisë. Dhe aty njerëzit vendosnin gjëra që ishin të çmuara për ta. Por njerëzit futeshin në atë dhomë edhe kur tregonin gjëra sekrete. Kur nuk donin që dikush të dëgjonte ato që po diskutonin. Njerëzit futeshin brenda këtyre dhomave dhe aty flisnin dhe i ndanin sekretet e tyre. Këto ishin vendet e fshehta. Dhe Jezus i thot, nderoni atin sepse ju nuk mundeni që t'i fshini gjërat për gjithmonë. Por pse? Sepse Perëndia atë një ditë do t'i gjykoj dhe ndëshkoj hipokritët. Predikimi im ka qenë drejt për gjatë viteve dhe kam refuzuar që të bëj kompromis me fjalën e Perëndisë, që të bëj kompromis me moralin biblik, kompromis mbi të gjitha çështjet e jetës që i njoh, edhe pse jam një njeri mëkatar, kam këmbë prej argjile, edhe pse kam të meta pafund, por gjithsesi, kur bëhet fjalë për fjalën e Perëndisë dhe të vërtetën e fjalës së Perëndisë, unë refuzoj të bëj kompromise dhe për shkak të kësaj kam ofenduar disa njerëz për gjatë viteve. A më lumturon kjo? Jo, nuk më lumturon. Unë jam prej mishi dhe gjaku. Por mund t'ju them atë që di familja ime, që e din shumë prej miqve të mi, që mua më intereson më shumë ajo dita kur do të më dëgjoj vetëm dikush, sesa t'i bëj njerëzit të më pëlqejnë gjatë kësaj jete. Asgjë nuk i shpëton dijenisë së tij. Njohuritë e gjithdijshme të Perëndisë vlen edhe për detajet që janë më të parëndësishme. Harabelat janë shumë të vegjël dhe madje nuk kanë qenë as ushqim për të varfrit, por ishin ushqim për më të varfrit, sepse 5 prej tyre shiteshin për vlerën e 2 qindarkave sot. Prandaj mendojeni harabelin, që nuk vlente as gjysmë qindarke, atëherë dhe sot. Kaq i parëndësishëm është për çdo standard, por ai nuk është i parëndësishëm për Perëndin atë. Ai njeh çdo fije floku në kokën tuaj dhe nëse nuk keni flok, ai njeh edhe çdo vend të kokës tuaj, të 100.000 sa janë. Kjo e vërtet i ngushëllon të gjithë besimtarët, por i shkakton të dridhura, hipokritëve. Dhe për këtë arsye, ata përpiqen ta fshehin të vërtetën. Ata përpiqen që ta shkatrojnë të vërtetën. Ata përpiqen që ta shtrembërojnë të vërtetën. Ata përpiqen që ta ndryshojnë të vërtetën. Ata përpiqen të bërtasin me të madhe duke menduar se ata mund t'ju ndalojnë të dëgjoni dhe të besoni të vërtetën, por do të dështojnë. Herët apo vonë do të dështojnë. Prandaj kura e parë për hipokrizin është të nderojmë Perëndin atë. Kura e dytë për hipokrizin është të nderojmë Perëndin birë. Le të shohim bashkë vargjet 8 dhe 9. Dhe unë po ju them, kushdo, do ta shpjegoj pak këtë, kushdo, dhe këtu përfshihen të gjithë, që do të rrëfej për mua përpara njerëzve, edhe biri i njeriu do ta rrëfej përpara engjëjve të Perëndisë, por ai që do të më mohojë përpara njerëzve, do të mohohet përpara engjëjve të Perëndisë. Kuptoni që fjala termi kushdo ose gjithsecili përfshin çdo njeri në botë. Pyetje: çfarë do të thotë të rrëfesh Jezusin? E po fjala greke është homologeo. E dini se çfarë do të thotë fjala logos? Fjalë logos, kurse homo ka kuptimin një. Do të thotë të jesh në dakordsi të plot me, në dakordsi të plot. Ose të thuash të njëjtën gjë, të besosh të njëjtën gjë që Jezusi tha për veten e tij.
Pse mendoni se ata përpiqen me kaq dëshpërim që të ndryshojnë atë që është Jezusi? Dua të them se ata bëjnë gjimnastik mendore me mendjet e tyre. E po, a tha vërtet Jezusi që ai është e vetmja rrugë apo ai është një rrugë? Ai kemi sot fjalët e sakta që tha Jezusi apo i kanë ndryshuar këto fjalë gjatë historisë? A e dim vërtet se dhe fillojnë të shtrembërojnë derisa duken si një lëmsh, nga që janë shtrembëruar aq shumë? Sepse ata nuk duan që të rrëfejnë atë që Jezusi tha për veten e tij. Ata nuk duan që ta pranojnë atë që Bibla ka thënë se kush është Jezusi. Ata nuk duan të binden dhe të bien dakord plotësisht me atë që Jezusi thot për veten e tij. Pse? Sepse kjo do t'i detyronte që të binden duke i besuar fjalës së Perëndis. Rrëfimi i Krishtit në publik vendos fatin ton të përjetshëm. Rrëfimi i Krishtit haptazi, pa u druajtur as pak dhe pa hezituar as pak, do të krijojë sfondin për aty ku do të kalojmë përjetësinë. Por pse përpara engjëjve? Sepse engjëjt do të jenë dëshmitar. E dini që në një gjykat ka dëshmitar? Dhe engjëjt do të jenë dëshmitar. Ata janë objektiv, ata nuk kanë asgjë kundër nesh apo dikujt tjetër. Ata do të tregojnë të vërtetën. Do të jenë dëshmitarët tanë. Ose pro nesh ose kundër nesh. I lutem Perëndis që çdo shpirt që po më dëgjon apo që është këtu dhe që nuk ja ka kushtuar jetën Jezus Krishtit dhe nuk e ka pranuar atë si shpëtimtarin dhe Zotin e vetëm ta bëj këtë sot. Gjëja më e keqe në botë është kur engjëjt dëshmojnë kundër jush. Tek 2 Thesalonikasve 1:7 Pali thot se do të jenë me Jezusin në atë zjarr flakërues. Ata që dështojnë t'ja rrëfejnë Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e vetëm, të vetmin Zot dhe shpëtimtar të gjithë njerëzve në botë, jo vetëm atyre në kish. Nga Jezusi ata do të dëgjojnë fjalët më shkatëruese. Unë s'ju kam njohur kurrë, por ne kemi veshur rrobën e klerikut. Unë s'ju kam njohur kurrë, por ne kemi predikuar nga foltorja e kishës. Unë s'ju kam njohur kurrë, por ne kemi rënë dakord me disa gjëra të Biblës. Unë s'ju kam njohur kurrë, por ne kemi ndihmuar shumë njerëz. Unë s'ju kam njohur kurrë. Parajsa u takon atyre që e nderojnë Atin, që e nderojnë Birin dhe që e nderojnë frymën e shenjtë. Shohim vargjet 10, 11 dhe 12. Sepse me njëherë lind pyetja, pse frymën e shenjtë? Pse frymën e shenjtë? Dua që të më dëgjoni me kujdes, ju lutem, ju përgjërohem. Bibla thot se askush nuk vjen tek Ati veçse nëpërmjet Birit, dhe askush nuk vjen te Biri pa e quar aty fryma e shenjtë. Biblia në thot shumë qartë se gjithë secili për nesh ka lindur i vdekur shpirtërisht. Dua të them i vdekur. Jo në koma, por i vdekur. Fizikisht të gjallë, por të vdekur shpirtërisht. Vetëm Perëndia frymë e shenjtë vjen dhe ai ringjall të vdekurin brenda nesh. Fryma jonë e vdekur ringjallet kur fryma e shenjtë thot ringjallu dhe ngrihu sërish. Dhe ne ringjallemi dhe kuptojmë se jemi mëkatar, që jemi drejtuar ferrit dhe kemi nevojë për shpëtimtarin dhe pastaj kthehemi te Jezusi. E gjithë kjo është vepër e frymës së shenjtë.
kushdo që e mohon edhe një pjesë të Biblës, nuk e nderon frymën e shenjtë. Më lejoni ta përsëris këtë. Kushdo që nuk nderon edhe një pjesë të Biblës, nuk e nderon frymën e shenjtë. Mos e humbisni, vargu 10. Aty thuhet, dhe kushdo që do të flasë kundër birit të njeriu do të jetë i falur. E di që disa prej jush kanë përsëri pyetje për këtë dhe këtë ne e kemi trajtuar disa herë. Por ai që do të blasfemoj kundër frymës së shenjtë nuk do të jetë i falur. Të blasfemosh kundër frymës së shenjtë do të thotë të refuzosh dëshminë e frymës së shenjtë në lidhje me Jezusin. Ai dëshmon për Jezusin. Fryma e shenjtë është ai që na zbulon se shpëtimtari gjendet tek askush tjetër përveç se te Jezus Krishti. Dhe prandaj Jezusi e mbyll këtë pasazh, pjesën e parë të serisë me titull Mençuria e qëndrueshme, me një premtim. Nuk duhet ju shpëtoj premtimi. Se nuk keni pse të shqetësoheni as edhe një sekond, as edhe një milisekond, nuk keni pse të shqetësoheni për asgjë. Sepse ai do t'i kthejë sprovat tona në triumfe. Ai do t'a kthejë dhimbjen ton në përfitim. Ai do t'i kthejë problemet tona në bekime. Ai do të vijë dhe fuqia e tij mbrojtëse do të na ruajë. Të gjithë besimtarët do të na sigurojë me dorën e tij të fuqishme derisa të vijë dita kur të jemi me Jezusin. Për këtë arsye, të na vënë çfarëdo lloj emri që të duan. Mund të na akuzojnë pa të drejtë sa të duan. Mund të na sulmojnë sa të duan. Por ata asnjëherë nuk do të na gabisin dot thesarin që kemi, që është Jezusi.